Nuk ka qenë e lehtë të shoh jetën mia. Normal që ne jemi shumë të fortë njerëzit që t'i falim të gjithë, por veten mos ta falim. Ne themi që okej, unë e fali dikanin që mu më ka lëndu, por a e fali veten që ndoshta kam bërë gjona që më kam ditë. Dhe shpesh herë më vjen këto pyetje. Ligena, po ti nuk e din se çfarë unë kam bo. Çfarë ke bo ti? Gjithçka që ke bo, nuk e dit më ndryshe. Fale veten. Fale veten. Sepse gjëja më e vështirë është të falim veten. Po ju tregoj një histori të vogël nga jeta ime. Unë jam martu shumë e re. Jam fillu me 16, jam martu me 17 vjetë dhe jam bo non shumë e re. Dhe për një kohë shumë të gjatë e kam fajsu veten. Nuk kam ditë me rrit fëmijët, sa gabime kam bo. Por a e dini që kritiku më i madh jemi ne vetë. Dhe në momentin që e kuptojmë që hasmi, si kur themi ne në Shqipëri, apo ai keqi, nuk është aty për jashta, por është brenda nesh, atëherë mundemi t'i shrojmë plagët e tona, hap pas hapi. Kuptoni që ju jeni ai person që mundeni me shëru veten, vetëm ju. Mundeni të shkoni te një terapeut, mundeni të shkoni te ndonjë mjek, mundeni të shkoni te ndonjë mësues apo coach apo mentor apo nuk kam asnjë gjë kundër, sepse un kam bë shumë kurse, shumë shkolla, shumë mësime kam marrë dhe njerëzit që mu më njohin e din shumë mirë. Por mësuesi më i madh është vetja jote. Kur mos e harro. Fale veten, fali të tjerët dhe lejoj çdo gjë që e ke brenda teje që ta shohësh, secila hije qoftë. Ti nuk e dit më ndryshe. Në çdo moment jetës tone, ti nuk e dit më ndryshe. Normal që ndoshta nëse e kthejmë jetën edhe një herë mbrapa themi, sikur ta kisha bë këtë kështu ose sikur ta kisha bë kështu. Por në atë moment, pikërisht në atë moment, ti e ke bë më të mirën tënde. Nuk do të thotë që ti do ta përsëritësh prapë. Nuk do të thotë që ti do të bëje gjëra që i ke bë dikur dhe tani nuk janë okay. Por atëherë, pikërisht në atë moment, s'ke ditë më ndryshe. Prandaj, sikur e ke forcën me i fal të tjerët, atëherë fale veten radh të parë. Se kjo është mësimi më i madh që unë kam marrë në zhvillimin personal.